Ndoshta vetëm kur të martohet do të ndjejë një lodhje dhe kënaqësi të tillë. Pas madhështisë gjithkombëtare në Rinë, Serkan Qerima i mbahet në krah nga qyteti i tij i lindjes, Shkodra e sportit dhe e kulturës, e cila natyrisht një mallëngjehet si një nënë e madhe dhe e vuajtur. Në Shkodër din t'i bëjnë ceremonitë dhe aq më shumë kjo vlen kur bëhet fjalë për një birë dhe për një kampion të Evropës. Nuk mund të mungonin as fjalët e ngrohta të pritjes për qafimet, lulet, si dhe kënga himne krijuar për Erkandin kur doli në kampion i botës për të rinj 6 vjet më parë. Më pas banda me himnin kombëtar dhe pritjen në Bashkinë e Shkodrës, aty ku nuk munguan as trajneri Zef Kovaçi, por edhe familjarët e peshngritësit, ata që kanë bërë sakrificat panumërta për të. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Lorent Luka, i uron mirëseardhjen. T'ju uroj mirëseardhjen në Shkodër me një trofe për cilin nderohemi gjithë, atë të kampionit të Europës, birit të Shkodrës, djalit saj, sportistit saj në Rum. Unë mendoj se kjo është një vazhdimësi aty në rezultateve të mrekullueshme që në vazhdimësi talentet e Shkodrës kanë realizuar dhe mendoj se kjo është një risi e re që Arkani sjell sot në Shkodër. Pas tiflet Erkandi tashmë në versionin e Shkodranit. Jam shumë krenar që jam shqiptar, jam shkodran dhe jam shumë krenar për atë që përfaqësoj dhe për atë që kam bën, që kam qenë flamurin shqiptar midis Europës. Ka qenë ditë e lodhshme kjo për ty Erkand, pas një nate pa gjumë të udhëtimit nga Turqia dhe pas raskapitjes për të fituar medaljen e artë. Tani e meriton një pushim sado të vogël për të synuar më pas Olimpiadën.